duhet të kuptojmë, Partia Demokratike duhet të lejoj veten e saj të krijoj dhe fraksione. Një parti pa fraksione është një parti e destinuar për të vdekur. E që do thot fraksioni, se mos ta hapim shumë. Fraksioni do thot, unë mbaj një ideologji, por që mos të bëj gabimi Luli, gabime nepotizmi, gabimi në Partinë Socialiste. Partia Socialiste do ta vuaj më shumë këtë që kanë vujt partitë e tjera politike në vend. Partia Socialiste do ta vuaj më shumë edhe me personale, me njëri me tjetër, do ta vuaj shumë keq. Ta shikojmë se koha do të na tregojë të vërtetën. Ashtu si ishte rasti Spakut që nga 2022 deri në 2025 nuk vjen në dyshim kërkesat e Spakut dhe tani me rastin Balluku i vendosim edhe në diskutim. Po është gjë tjetër kjo. Pra, ne duhet i themi çdo partie politike, krijoni zotëri fraksion. Lejoni fraksion, e di pse? Se ka debat brenda partia. Më thuaj mua, kush mba përgjegjësi për humbjen e zgjedhjeve lokale 2023-shën? Edhe me firmën e Nokës. Ka dalë Noka të kërkojë ndez. Kush mba përgjegjësi për rastin e këtij si kemi Bylukbashi, i cili ka shkuar 500.000 herë dhe ka bërë marrëveshje me gjyknurin për interes të Ramës. Ka kërkuar ndonjëherë ndjes? Ja. Në lista nga mjesdentak. Një person që nuk është në pushtet si Alessia Balliu, ti ç'a bën? E përjashton. Po kush i bën qok më Ramës? Dua ta kuptojnë tani se për shembull unë mund të jem një person për shkak se e njoh, e kam kolegë, okay, s'ka rëndësi. Mund të thotë dikush ai je i njanshëm. Jo, dy raste, hapni internetin, shikojeni aty. Ky Bylukbashi ka bërë marrëveshje me Ramën. Dhe PD-ja është në opozit. Ky tjetri ka dhënë firmën ndaj një komunisti. Nuk them gjëra të tjera, po faktike. Pa shpifur, pa asnjë. Kush i bëj qok? Mund të më thuash apo unë i bëj qok? Prandaj, që ta përfundoj është kjo. Në rast se ti përjashton, në rast se ti nuk lejon fraksione për ndonjë partie, e sigurt është që ti nuk fiton asgjë. Dhe në fund fare kryetari i partisë, në rast se do garoj, duhet të mbajë edhe përgjegjësinë. Në fund fare çfarë do bëjë në zgjedhjet e 2027-s.